Zbuloni zakonin e thjesht që I solli një gruaje paqe të thellë. Ishte një gruaje moshuar e njohur për shpirtin e saj të qetë. Pavarësisht sfidave të jetës, ajo mbante një paqe të brendshme të jashtëzakonshme. Çdo natë, para se të flinte, ajo kryente një akt të thjeshtë, por të thellë. Ajo përshpëriste: "O Allah, I kam falur të gjitha ata që më kanë bërë padrejtësi, madje edhe ata që nuk janë të vetëdijshëm. Të lutem më fal edhe mua." Vajza e saj dikur e pyeti pse e bënte këtë çdo ditë pa dështuar. Ajo thjesht u përgjigj: "Nuk dua ta përballoj ditën e gjykimit e ngarkuar nga urrejtja ose pa kënaqësia." Mençuria e saj zbulon një të vërtetë të thellë për të gjithë ne. Një zemër që zgjedh të falë gjen paqe të vërtetë në këtë jetë dhe lehtësi për tjetrën. Kjo histori frymëzuese na mëson lirinë në lirimin e mërive. Mendoni se kë mund të falni sot për të lehtësuar zemrën tuaj dhe për të gjetur paqe.